mjek, motra medicinale dhe teknik. Tani, nga ana tjetër, vesh ma jepni veç edhe një... për këta? Sepse ju kujtojt një deklaratë një politikani tash është në opozit, Zotit Osmani, që një muaj nëse nuk merr pak, do duhet huazoj bosh nga dikush për ta kaluar muajin vijus? Tani, këta punëtor ka 6 muaj që nuk kanë marrë paga. Për fat keq është për shkak të sistemit jo të mirë të definuar për kapacitetin njerëzor. Këtë doja ta them. Pra, çka ka ndodhur? Po, jemi duke zgjidhur. Unë kam pasur edhe takim me ato dhe ua kam shpjeguar realiteti kush është. Realiteti është që çdo vit shëndetësia ka mbuluar këto boshllëqet të kapaciteteve njerëzore me kontratë në vepër. Kjo është edhe një tragjedi që ju ndodhen atyre. E dini që nga këto 5 vjet, shkonin dhe sot pyetni, disa prej atyre 8 vjet kanë punuar me kontratë në vepër. 8 vjet. Disa 6. Ende më kujton vitet se në tavolinë mi thonin, disa 5, disa 4. Pra, e dini çka nënkuptojmë për një motër medicinale. 8 vjet të punon edhe çdo 31 dhjetor të jetë në presion a do të vazhdon në një janar apo jo. Çka kanë bërë drejtorat? Me të drejtë ndoshta ndonjëherë, kanë vazhduar me të njëjtit persona të punojnë derisa kanë marrë pëlqim pozitiv nga Ministria e Financave. Pra të gjithë institucionet shëndetësore, merrni çdo drejtor, pyetni a ka pasur ndonjë drejtor i cili i ka ngecur kërkesat në Ministrinë e Shëndetësisë. Të gjithë institucionet brenda 2-3 ditëve kanë marrë pëlqim pozitiv nga Ministria e Shëndetësisë dhe të njëjtat materiale kanë kaluar në Ministrinë e Financave. Tani Ministria e Financave, në përputhje me organogramin dhe strategjinë e re të Ministrisë së Shëndetësisë, e dini që neve kemi bërë transformim të punësimeve në kohë të pacaktuar. Dhe kjo është qasja në shëndetësi. Për 2 arsye, në një, lehtëson edhe nuk duhet ta din kush është ministri i shëndetësisë dhe drejtor, që do të vazhdon ose jo. E dyta, shëndetësia do të investon në trajnime në të punësuarit në shëndetësi, jo veç ti punëson. Këto 8 vjet që kanë punuar, një ditë s'kan trajnim.